Mirë se u rikthyet. Do të vazhdojmë të kemi muzikë të mirë në studio për ta mbyllur me muzikë, me hare javën tonë, edhe këtë ditë për të përgatitur për një fundjavë që besoj se do të jetë shumë e mirë për të gjithë ju që keni bërë plane. Dhe në studio kam rritur Elizabeta Janaqi. Mirë se erdhe Elizabeta, një këngëtare e njohur me një zë të veçantë që ka bërë për vete zemrat e publikut. Edhe Elizabeta ka realizuar një bashkëpunim të fuqishëm këtë verë me Big Bastën. Gjysmës time, apo jo, një klip i ri që është pëlqyer shumë, një ndjenjë thellë dashurie, një përjetim i bukur. Nikiti, falenderoj shumë për ftesën, urime shumë për emisionin, si gjithmonë ndriçon. Faleminderit. Ne të dyja jemi shumë vite përpara. Kur ti sa kishe filluar të dilje dhe aktivizoheshe kryesisht në rrjetet sociale, apo jo? Po. Aty të kemi njohur, ku kemi bërë prezantimin bashkë me bashkëshortin tuaj, me Altinin. Me Altinin, po. Elizabeta si ndryshoi jetën pandemia, them unë, gjithmonë. Se bante me shpresë dhe me gajre, themin e populli, për të gjithë qytetarët të cilët po kalonin periudha të vështira, Elizabeta krijonte ato coverat e saj, këndonte në rrjetet sociale dhe të gjithë e pëlqenin. Filloi të krijonte atë identitetin e saj. Dhe më pas, ne nuk e njihnim, po ka një histori shumë të bukur për të treguar për jetën e saj, që nga fillimet në vogëli e deri në ditët e sotme, kështu që po ta lë ty të na tregosh. Patjetër, Niki, unë kam thënë dhe më përpara që aktivitetet e muzikës kanë nisur që në vogëli, patjetër që pandemia mund të them që ishte momenti kyç që unë shpërtheva në publik, le të themi. Po pandemia ju ka sjellë dhe ka krijuar shumë mundësi për shumë talente, ka krijuar dhe ka zbuluar talente, shumë të vërtet. Sepse ishte momenti patjetër që njerëzit ishin brenda dhe unë mendoj që e vetmja gjë që i lehtësonte dhe i gëzonte sado pak në të momente ishte muzika. Mua më vjen mirë që depërtova mirë tek të gjithë dhe kështu vazhdova të aktivizohem akoma më shumë, të njihem dhe më shumë dhe ja tek erdhi një bashkëpunim besoj i suksesshëm me Big Bastën, të cilin e përshëndes dhe uroj shumë sukses. Është një këngë e vjetër, e ripërpunuar. E risjell. Po, gjysmësime, ajo është e prodhuar nga kompozitori Edi Balili, të cilin e përshëndes. Dhe është risjell, besoj, në kohët e sotme, përshtatur shumë bukur, dhe jam shumë e lumtur që kam bërë këtë bashkëpunim, sepse ka dalë vërtet siç e mendoam së bashku me Bigun, dhe shpresoj të pritet mirë nga të gjithë. Përveç se këtij bashkëpunimi që është padyshim shumë i suksesshëm dhe që po pëlqet si këngë, si klip që ju keni sjellë së bashku, ke patur bashkëpunime të tjera me emra të njohur të muzikës. Si e ndjer ti në këto bashkëpunime? Shumë mirë, shumë e lumtur. Kam pasur bashkëpunim me Irma Libohovën, një këngë mjalti, siç ishte dhe titulli Hoje mjalt. Kemi patur sukses, miqësinë vazhdojmë ta kemi, rastisim në shumë koncerte së bashku. Kalojmë shumë mirë, kënga po vazhdon të ecë dhe me Valon Shehun, një këngëtar nga Kosova, kolegun tim, e përshëndes dhe atë, një këngë ndryshe, por e bukur e pritur dhe ajo shumë mirë. Bukur fort. Ndërkohë këto 3 bashkëpunime të forta sigurisht që të kanë dhënë dhe të kanë frymëzuar për ta shtruar më tej, se bashkëpunimet kanë qenë siç e the vetë të rastësishme, por të suksesshme dhe të bukura, duke u bashkuar artistë të rrymave të ndryshme apo të rrymave të njëjta për të sjellë një produkt të bukur muzikor. Bashkëpunimi më i fundit me Big Bastën si lindi? Në fakt ishte ti që e kërkove, ishte ai, si u ndeshët, si u përputët? Më ka kontaktuar vetë Geri, Big Basta. Kishte dëgjuar një nga interpretimet e mia, pikërisht këtë këngë, e cila quhej Tani jam mbi 40 vjeç, ose në moshën e pjekurisë, dhe e kishte pëlqyer jashtëmase, kishte bërë një provës vetë në fakt, se si do përshtatet mënyra e repit me refrenin e kësaj këngë. Pikërisht kjo ishte edhe ajo dilema dhe pyetja që kishte publiku, do ta ndjekim të plot këngën duke e shkrirë me refrenin që Elizabeta do ta këndoj këtu bashkë me këngën tuaj. U përshtat shumë bukur, le themi. U përshtat shumë bukur, ma dërgoj, më shkruajti, e pranova me kënaqësi, e dëgjova dhe unë, dhe u bë dhe ka dalë super. Edhe pastaj bëj dhe ajo surprizë e bukur te Ferma VIP me Salumo ku ju e interpretuat. Ajo ishte një këngë e dedikuar Vesës, teksti i pjesës së repit të tij dhe ajo u emocionua patjetër me rastin e ditëlindjes saj. Ka dalë vërtet shumë bukur dhe unë uroj të mbetet si kujtim
I paharruar për të. Jam bi 20 vjeç, s'jo maj djali kryenet, e kom zemrën plot ndjesi, plot me mall e dashuri. Kjo është stina më e mirë, por më djeg veç një dëshirë. Dashuroj më shumë se kur, si jam qapkën, por jam një burë. Ti ke një zë fantastik, vazhdon të kesh të zërin e ngrohtë, të ëmbël, të bukur. Klipi Bardhezi dhe me titra. Po. Ishte një zgjedhje e të dyve? Në fakt, Geri po punon albumin e tij dhe e ka tërësisht Bardhezi, patjetër që dhe kjo këngë do ishte Bardhezi. Edhe pjesë e albumit do t'i padyshim? Po. Titrat janë vendosur për t'u memorizuar teksti, sepse shumë persona mund t'a gjenë veten patjetër te kjo këngë, edhe unë me Altinin, sepse të dy jemi si në rastin e Vesës me Bigun, në muzikë, bashkëpunojmë kudo bashkë dhe na përshtatet jo vetëm ne, jam e sigurt. Bardhezi, siç e thash, është pjesë e albumit. Kemi bërë vetëm mbase kjo e regjistrimit ishte dubla e dytë dhe nuk kemi lodhur fare, ishte shumë natyrale interpretimi. E ndjerë dhe sigurisht që kishte këtë mesazhin e bukur të dashurisë dhe të përjetimit personal dhe të kësaj moshe, që padyshim që kush e këndon dhe kush e ndjen dhe me fjalët dhe me muzikën, e ndje veten si më të pjekur emocionalisht në një fazë, në një moshë ku ti di çfarë kërkon nga jeta. E tillë është dhe ndoshta dhe koha, periudha juaj e pjekurisë muzikore. Ashtu është. Pikërisht ndaj dhe më ka tërhequr shumë ky bashkëpunim. E gjem veten patjetër Altini i pari, sepse është fiks në moshën, patjetër që dhe unë në eksperiencën e përmbledhur në titrat e këngës. Altini është bashkëshorti i Elisabetës, është një dyshe që bashkëpunojnë dhe kanë sjell hare, gëzim në evente të ndryshme, në dasma. Si është kjo periudhë për ju si çift artistësh? Shumë mirë. Pavarësisht se jemi të dy të angazhuar gjithashtu në shtëpi, tashmë kemi dhe vajzën e dytë, e cila i bër mami për herë të dytë, sa u bë vajza? Urime. 1 vjeç e gjys, faleminderit. Është ende e vogël. Prindër të dy vajzave. Po. Ashtu si çdonte Altini, dëshira e tij ishte të kishte vajza, duke qenë se s'ka patur motër dhe është jashtëzakonisht shumë i përkushtuar dhe i lumtur, gjithashtu dhe unë patjetër që jam tepër e përqendruar pas tyre. Por edhe aktivitetet muzikore kanë qenë të shpeshta, tani fillon dhe sezoni, besoj do jenë akoma më të shpeshta. Me ftesa, evente të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Si a dilni tani për të kujdesur për vajzat, duke qenë se të dy jeni të angazhuar dhe jeni një skuadër që ku është njëri është dhe tjetri, po ndërkohë vajzat? Fati i madh që unë kam prindrit pranë meje, që ndrojmë në një zonë, i kam shumë afër dhe jam shumë e lumtur që ata kujdesen në momentin që ne jemi të angazhuar të dy. Në këtë rast dua t'i falenderoj përzemërsisht të dy. Ne janë ndihmë madhe me të drejtën për gratë që janë në fazë karriere dhe sidomos në profesionin tuaj, padyshim që ka nevojë për ndihmë. Vajzat patjetër që janë lidhur shumë me ta, madje edhe kur janë shpesh me mua i kërkojnë nëna, gjyshi. Dhe me zi presin të shkojnë. E ndajmë patjetër edhe kur jam në shtëpi, gjysmën e ditës me ata. As ata nuk rinë pa vajzat, po dhe vajzat i kërkojnë shpesh. Ju këndoni vajzat, vajzave ju këndon dhe është në njëra që ka qef të marrë rrugën tënde? Në fakt, të dyja kanë vesh absolut muzikor, patjetër, që do ngjanin nga ne. E madhja ka shumë talent, por për momentin nuk e di, na doli sportiste, e ka qef sportin shumë, ka qef futbollin. Futbollin? Për momentin, unë besoj se do ndryshoj patjetër, që... Po e leto zgjedhja të pasionin rrugën e vetë. Është akoma e vogël, por talentin e ka në xhep dhe mbase në të ardhmen do t'i lind dëshira për të mësuar sikur një instrument, unë do isha shumë e lumtur. E vogla është shumë herët, por e dalloj që te këngët e fëmijëve që ato nananat i ka të akorduara. Bukur, pse jo me dy prindër artist. Duke patur parasysh tregun e vështirë muzikor, fluksin, komercializmin e të gjitha këto, ja ka vletur që, domethënë, i të dy jeni orientuar te muzika, te tregu muzikor? Po, ne jemi njohur në muzikë, kemi bashkuar forcat e njëri tjetër, kulturat, sepse vim nga dy qytete të ndryshme, veri dhe juglindje, ka qenë një bashkim i fortë
le të themi, dhe jemi shumë mirë me njëri tjetrin, alternohemi shpesh, edhe kur këndojmë live, ai gjithmonë ban më së shumti pjesën e rockut dhe pjesën e serenatave, ndërsa unë bëj repertorin e larmishëm, siç e kam të huaj dhe të Dhe Elisabeta është një këngëtare që këndon në sa gjuhë, në 6-7 sa ka shkuar në gjuhë të huaja? Në shumë. Ishte më shumë apo më? Deri në cilën muzikë ose gjuhë do na çosh sot? Në atë më të vështirën që ndoshta mund të jetë, duke qenë se nuk është prekur shumë pjesën tonë ose të Evropës, India ose Arabia, që i kam pasur shumë pasion të studioj. Ç'ka lidhje me studimin që ti u bën këngëve dhe që i mëson në gjuhë të huaja? Është pasion që e kam në momentin që një këngë më pëlqen, unë vendos ta studioj, patjetër dhe shumë shpejt e mësoj. Mund të na japësh një kënaqësi, besoj? Patjetër. Atëherë mund të bëj një arabe. Një këngë arabe tani. Shkuam nga gjysma atje. Është pjesë e repertorit që mua shpesh herë dhe ma kërkojnë, sidomos vajzat e reja. Ka qenë hit i Nancy Ajram. Kam kënaqësi ta këndoj. Edhe ne kemi shumë kënaqësi ta dëgjojmë, se jemi dhe në fund, kështu që mbyllim me një refren arab nga Elisabeta Janaqi. انت ايه مش كفاية عليك تكرهني حرام عليك انت ايه دموع حبيبي عليك لو كان ده حب يا ويلي منه لو كان ذنبي مطلوب عنك لو كان نصيب عايش في جرا Ta fillim shumë bash. Faleminderit shumë suksese. Faleminderit edhe ju, ishte shumë kënaqësi. Shumë suksese për këtë verë, e di që është e ngarkuar për ju në profesionin tuaj dhe bashkë me bashkëshortin e dalshi me sukses. Faleminderit shumë. Dhe mi put vajzat. Faleminderit shumë që erdhën në rezën tonë. Ju uroj një fundjavë të bukur. Faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.